E dyta, ka asnjë diskutim që hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agjendë, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agjendë politike për mbyshjen e pushtetit. Nuk ka patur absolutisht asnjë urdhër nga askush dhe s'do mund ta gjejnë kurrë se ka patur një urdhër, sepse s'ka patur urdhër. Garda ka vepruar në përputhje me ligjin dhe vetëm ligjin. Ligji, lexojeni ligjin, të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes sonë në pushtet. Në çdo fletëthirrje që mund të më bëhet, për çdo gjë edhe unë e kam faktuar këtë, vjekeqe, e kam faktuar këtë, unë jam paraqit prokurori shumë herë sa më kanë kërkuar, unë e kam ligj paraqitur. Nuk mund të kem sepse kam konceptet e mia unë për shtetin dhe shoqërinë parashtetërore, shoqërinë pasështetërore.